Një ngjarje e veçantë u zhvillua në qytetin e Ulqinit, ku 450 fëmijë nga kopshte të ndryshme të Ulqinit dhe disa vendeve të Malit të Zi morën pjesë në një aktivitet sportiv të organizuar me rastin e 18 vjetorit të themelimit të kopshtit Arushi Po. Ky aktivitet i veçantë, që u mbështet nga komuna e Ulqinit dhe të cilin e drejtonin trajnerët e disa sporteve, ofroi mundësinë që fëmijët të njoftohen dhe të angazhohen në aktivitetet sportive të ndryshme, ndërsa përjetuan një ditë të mbushur me argëtim dhe miqësi. Fëmijët morën pjesë në një ditë të mbushur me aktivitete fizike dhe lojra të ndryshme, ku patën mundësi të njoftoheshin me sporte të ndryshme dhe të bashkëpunonin së bashku përmes argëtimit dhe sportivitetit. Ky aktivitet jo vetëm që solli një atmosferë të gëzueshme dhe pozitive, por gjithashtu forcoi bashkëpunimin dhe frymën e shëndetshme të garës mes fëmijëve. Një mundësi e shkëlqyer për fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre fizike dhe sociale, të krijojnë miqësi dhe të shijojnë momentet e bukura të bashkëpunimit dhe sportit. Gore, jabuke, na prste. Idemo sad to radimo brzo. 1, 2, ajmo dolje, gore. 1, 2, skoči. Duva vjetar malo, duva. Drži. Stop, bravo. Na desnu nogu sad. Ky organizim është një shembull i shkëlqyer i përpjekjeve të vazhdueshme për të promovuar sportin dhe shëndetin tek brezi i ri. Po ashtu, drejtoresha e kopshtit Arushi Po, Lindita Lika, u shpreh se aktivitetet të tilla janë shumë të dobishme për zhvillimin e fëmijëve, pasi ato ofrojnë mundësi për të rritur aftësitë fizike, sociale dhe emocionale të tyre. Ajo theksoi rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm për të ofruar mundësi të tilla për fëmijët, duke ju falenderuar gjithashtu sportistëve dhe trajnerëve të shquar të Ulqinit për mbështetjen e tyre të paçmuar. Sipas drejtoreshës, ky bashkëpunim është një shembull i shkëlqyer i forcimit të lidhjeve mes komunitetit dhe promovimit të vlerave të sportit që janë të rëndësishme për brezin e ri. Nuk ka gjë më të bukur të jesh organizatori një manifestimi ku jeni të rrethuar me shumë lumturi, buzëqeshje dhe energji pozitive që vetëm fëmijët mund t'ju dhurojnë. Dhe kjo është ajo kënaqësia më e mirë dhe mund të them që jemi me fat që sot të gjithë këto buzëqeshje dhe lumturi që vijnë prej fëmijëve do t'i ndajmë së bashku. E veçanta këtij manifestimi është që manifestimi do të jetë të vegjellit për sport, pra promovojmë sportin dhe me këtë rast duhet të përshëndes mbështetjen e madhe që kam pas nga trenerët dhe klubet e Ulqinit. Mos t'i numëroj se janë të shumta ndoshta në këtë moment, por një falënderim shumë i madh se sa pa mbështetjen e tyre ky organizim nuk do të ishte e pamundur të realizohet dhe kështu që trenerat kanë treguar jo vetëm atë shpirtin sportiv se e kanë, por edhe shpirtin human dhe kjo është gjëja e bukur. Kjo gjë është ndoshta më e bukur që sporti mund të na dhurojë. Prandaj edhe ne fëmijëve dëshirojmë që t'i dhurojmë këto ndjesi. Numri i fëmijëve do të jetë 500, 450-500 fëmijë, vinë nga vende të ndryshme, nga Nikšići, nga Podgorica, Kotori, Budvja, Tivari, kopshtet e tonë të Ulqinit, kështu që me të vërtetë është një numër i madh. Jemi të lumtur që kjo tregon që edhe kopshti Arushi Po gjatë këtyre viteve ka krijuar shumë miq dhe shok, se kjo është edhe një mbështetje ku ato dëshirojnë që këta 18 vjet t'i ndajmë edhe t'i bashkë. Me rastin e këtij organizimi dhe në manifestimi, ju si kopshti Arushi Po, çfarë synoni të tregoni përmes këtij organizimi? Se duhet që gjithmonë t'i mbështesim fëmijët, sidomos në këto aktivitete të cilat tregojnë stilin e shëndosh, domethënë që promovojnë jetën, edukimi, thjesht një edukim fizik. Domethënë duhet që sa më tepër të shkojmë në këtë drejtim. Trajnerët që morën pjesë në këtë aktivitet dhe që folën për mbështetjen e ofruar, theksuan se angazhimi i tyre në këtë ngjarje nuk ishte vetëm një mundësi për të dhënë një kontribut të vlefshëm në zhvillimin e fëmijëve, por gjithashtu një shans për të promovuar vlerat e sportit dhe disiplinën që ai sjell.
Ata vlerësuan mundësinë për të punuar me fëmijët dhe për të inkurajuar ata të njoftohen me sporte të ndryshme, të zhvillojnë aftësitë e tyre fizike dhe sociale dhe mbi të gjitha të ndihen pjesë e një grupi. Për fillim duhet të falenderoj Vini Pun, se ka marrë përsipër të organizojë një organizim kaq të madhështor, ku diku rreth 400-500 fëmijë nga Foshnjorja do marrin pjesë sot në Valdanos. Për fëmijët në këtë moshë është shumë e rëndësishme që të merren me sport. Sot jemi mbledhur nga sportet e ndryshme të Ulqinit, tenis klub Belvi, basketbolli, futbolli dhe Jasmin Hot për përgatitje fizike. Ne sot mund të shohim talent të radhë dhe mund t'i orientojmë në sporte të ndryshme. Këtë organizime kemi bërë dhe vitin e kaluar, janë shumë të rëndësishme sepse fëmijët mësohen me natyrën, fëmijët mësojnë lëvizjet motorike, të cilët janë shumë të rëndësishme, siç janë ecja, vrapimi drejt, dhe unë i përshëndes këto aktivitete dhe shpresoj që të bëhen sa më shpesh. Definitivisht është një iniciativë shumë e bukur, diçka shumë domethënëse për fëmijët e qytetit tonë. Shpresoj edhe kam shpresën se ne si punëtorët e sportit do të japim një kontribut që këto fëmijët janë ardhmëria e sportit në qytetin tonë. Jam shumë i nderuar që sot marr pjesë këtu. Foshnjorët janë hapi i parë i fëmijëve, mosha 5-11 vjeçare, hapi i parë i fëmijëve, domethënë për zhvillimin e tyre, edhe pse jo Foshnjorët kam shpresë mbas saj edhe të vazhdojnë të bashkëpunojnë me klubet sportive që këto fëmijë edhe me aktivitete të tjera të jenë pjesëmarrës. T'ju them të drejtën, kur më gëzuar s'kam qenë, sepse ka herë kam pas dëshirë të ndodh diçka e tillë. Ulqini shoqërizohet ka shumë fëmijë. Unë mendoj se na edhe ma shumë duhet punojmë në drejtim që tyre të mundsojmë kushtet për zhvillim, edhe kam shpresë edhe ajo do të edhe ndodh. Da napravi red, neće tu da vršlja od sad bilo.